profesorësh, megjithatë për ta trajtuar me gjithë atë drithijet figurën e Patër Anton Arapit, sigurisht ka një alibi sipas cilës ai u përpoq ndaj një regjimi ose ndaj një pushtimi gjerman i cili ishte në kalime sipër, apo jo, në tërheqje sipër, të përfaqësonte apo të mbronte qytetarë shqiptarë apo shtetet shqiptar nga kaosi që rrezikoi. Megjithatë dikush thotë që historiografia komuniste thotë që për shkak të marrëdhënies që kishte me Neubauerin, që ishte i dërguari special i Hitlerit në Shqipëri, ishte ky momenti përcaktues në këtë detyrë që mori Patër Anton Arapi. Është e vërtetë kjo sipas jush? Si rezulton në arkive? Jo, nuk është e vërtetë. Mendoj se diktatura komuniste ka pasur disa suksese në strategjinë e vetë, dhe një nga sukseset e saj është se ka arritur të krijojë një të vërtet, jo të vërtet, ka arritur të krijojë një mendësi prej së cilës ende sot ne nuk shkëputemi, dhe ka arritur të polarizojë në mënyrë të tillë që kushdo që nuk ishte me komunistët, ishte armik i kombit. Dhe pikërisht këtu hyn edhe marrëdhënia dhe mënyra se si është interpretuar kontributi i Patër Anton Arapit. Ai u zgjon nga asambleja, kështu që nuk ishte të bënte fare. Sigurisht që mori lejen e prorëve të tij, e ka bërë vetë të qartë në mënyrë të drejtë për drejtë. Dhe thotë shumë kush u habit që pse pranova unë këtë detyrë, po çfarë më bëri? Mania për pushtet sigurisht që jo. Po çfarë mania? Ishte mania për Shqipërinë, thot Patër Antoni, dhe nuk mund të mendohet ndryshe, sepse në rast se historia e Shqipërisë, historia e kulturës së Shqipërisë, është e lidhur pasgjithshmërisht me kontributin e kishës katolike, nuk mund të ndodhte ndryshe në këtë moment. Se çmarrëdhënie kishte kisha me komunizmin që po vinte, paraprihet nga shkrime të shumta në të gjithë periodikët e tyre, ku bëhet një analizë plot filozofike, historike, ekonomike, e çfarë do të ishte ky sistem që po sillte komunizmi, duke e analizuar atë dhe se çfarë po ndodhte ndërkohë në Rusi, për shembull. Dhe çfarë do të sillte në Shqipëri, sepse ky komunizëm që po vinte përbënte një rrezik të madh, sepse fillonte që nga qeliza më e rëndësishme e shoqërisë familja, e cila shkatërrohej nga ideologjia komuniste. Ka shumë shkrime të... Jo, vetëm Patër Antoni, jo vetëm të Patër Antonit. Dhe, si që thot Patër Gjon Shllaku, ai ishte një sistem absurd, sepse ai nuk pranonte vullnetin e lirë. Pra, si mundet që një klerik katolik, që ja ka kushtuar jetën e tij Zotit dhe shërbimit të njerëzve, si mund të pranoj që një njeri të dehumanizohet deri në atë pikë sa të mohohet vullneti i lirë. Dhe pjesëmarrja e tij në regjencë ishte pikërisht për të mbrojtur njeriun dhe për të mbrojtur kombin. A mund të konsiderohet ta zëmpranimi prej atë Gjergj Fishtës që të bëj antar i Akademisë, antar nderi i Akademisë Shkencave të Italisë, një lloj shenje bashkëpunimit ti me pushtimin italian. Pra, në përgjithësi, kleri katolik, a ishte... Po kongresi i manastirit, po komisia letrare, çfarë tregon? Tregon se po bashkëpunonin me austro-hungarezët, se po bashkëpunonin me italianët? Jo, nuk tregon këtë. Ne sot që po bashkëpunojmë me BE-n, do të thotë që ne jemi shitur BE-s. Pra, ne duhet të analizojmë historinë me një mendje krejt tjetër dhe jo nisur nga ato parime të cilat i kemi të mësuara në shkollën e komunizmit. A ka në ato fakte që ju rezultojnë kërkimet tuaja, ka bashkëpunim të Patër Anton Arapit me Lev Nosin? Ata sigurisht e vlerësonin njëri tjetrin. Ju e dini që Patër Anton Arapi... Edhe pas regjencës, do më thënë. Veç të tjerash, ishte koha shumë e shkurtër më pas, veç të tjerash është themeluesi i institucionit të parë akademik të Mirfield, Institutit të Studimeve Shqiptare. Dhe në atë institut, ai zgjedh intelektualet më të rëndësishëm që nga Çabej deri tek Hasan Dosi që do të drejtonte sigurisht dhe kujdeset që përfaqësimi i tyre, po dhe përfaqësimi i tyre të ishte i tillë që të vinin të gjitha besimet, pra të gjitha zonat ishin të përfaqësuara në këtë institut.
Kjo është mendëtësia me të cilën ai punoi. Ai ishte prifti që kur punonte në thes, hynte në shtëpit e atyre që ishin të sëmur me kolerë. Dhe ata i thoshin, atmosfyrë në shtëpi se do të zërë dhe ty, dhe ai thoshte jo, thotë, dashuria e Krishtit ma kishte larguar frikën. Dhe kisha një gëzim shumë të madh kur hyja në shtëpitë e atyre njerëzve kur nuk hynte askush. Pra si ka mundësi që ky njeri i dedikuar plotësisht gjithë jetën e tij, edukimit, njeriut, mbrojtjes së kombit, avokati i tij në gjyq thotë, atëherë kur Shqipëria ishte vetëm një ide, kjo ide ishte ideja e Pater Anton Arapit. Dhe në qoftë se dhe tashmë ne kemi hapur të gjitha dokumentet dhe kemi kërkuar në mënyrë maksimale në të gjitha arkivat në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë. Nuk ekziston as edhe një dokumenti vetëm, përveç atyre miteve të krijuara nga komunizmi, që të ketë një firmë të Pater Anton Arapit për të dënuar. Në gjyqin komunist, në mes të atij terrorit të madh, janë 10 dëshmit e njerëzve të cilët me firmë të tyre janë paraqitur në gjyq dhe tregojnë se si ka shpëtuar jetën. Ai ka shpëtuar jetën e Këshillit Nacional Çlirimtar të Laçit. Ishin komunistë. Ishin arrestuar 12 burra dhe ata të 12 kanë firmosur dhe janë paraqitur në gjyq. Pse do t'i shpëtonte ata? Ka shpëtuar është një grua nga Tuzi, Age Gjon Gruda, e cila thotë që erdhën milicët dhe kërkonin të ngrinin burrat për t'i çuar në jug të Shqipërisë për të luftuar komunistët dhe kjo grua reagon atje dhe i thotë që ne nuk mund ta bëjmë këtë gjë, e arrestojnë dhe dënojnë për të djegur. Dhe ishte ndërhyrja e Pater Anton Arapit që i shpëtoi jetën kësaj gruaje dhe jo vetëm kaq, por i bëri thirrje burrave, mos hyni në vllavrasje, mos kaloni kufirin. Po ai do të donte ngrinte gjithë Dukagjinin me forcën, fuqinë dhe ndikimin e madh që kishte dhe nuk e bëri. Ai donte të shpëtonte njeriu, donte të shpëtonte kombin dhe ky është martirizim i vetëdijshëm i tij. Ka shumë shkrime dhe këtë martirizim e ka nderuar dhe Papa në vizitën e tij të fundit. Ka shumë shkrime të tij edhe për mbajmë ato Korça apo Shkodra, domethënë nga vizita e tij në 1936. Ligjëratat e tij në Shkodër ishin kur i ftuam duket nga Hilmosi që ishte prefekti i Korçës.